ka shumë pak njerëz në vendin ku jetojmë ne, pjesë e madhe kanë ikur, që mos ta qenë të mençur dhe shumë shkolluar, nuk vinë këtu. Këtu kek shumë që varin këto në qafe të gjithë, që shëtitin e përtasin, që bëjnë bjellin kanabis e gjitha, janë reat shumë. Dhe ka aq pak njerëz sa për të filtruar dhe për të krijuar dy partitë e mëdha ose tre po themi, ose ne pam dhe partitë e tjera që u shfaqen, që si ishin gjikundi, sepse nuk ka njerëz në Shqipëri. Ju tani, çka bën Rama për shembull? Bën një lojë që ne e dallojmë pak me vështirësi, si e dallojmë. Çdo 4 vjet, 5 vjet i bën zgjedhje ai sjell disa njerëz të rinj. Sa të njohim ne ato mbarojnë këto zgjedhje. Sjell të rinj të tjerë, plot. Pastaj të rinj, ndoshta s'bëjnë fare ata. Por ju keni një problem. Ju të njëjtat fytyra aty, të njëjtit njerëz. 35 vjet. Keni shtampuar aty 35 vjet dhe mazallah se lëviz një njeri vetëm. Po Edi Rama sa vite ka? Po gënjerë më të bën këtë të thash. Sa vite ka Edi Rama? Në pushtet, 30 vite. Po është tani. Jo, e di kur duhet i thua që ik Edi Ramës, mo 27 vite. E di kur i thua ik. E di kur duhet i thot partia vet ik, që si thot prap. Kur të bjerë nga pushteti, të bjerë nga kali. Po, tani, Partia Socialiste... Ju, tani që të... Ja da themun, Partia Socialiste ka një problem me qenë fjallë a themelorë, prandaj këtu nuk ka sistem. Se këtu, merët i listën, meri me fytyra, me emra, me qatë dushti, po i njojtë për në një kontributi, këta emra që ka vendose Edi Rama, emrat e deputetëve të Partia Socialiste. Po mirë, të gjithë këta po këtë ta thashon më. Të listës të gjithë, po do si njofim ata të listës të mbyllur. Nuk është se i njef, apo nuk i njef. Ata më mirë të mos i njofim. Më mirë ata që si njef se këta njef qa. Ata që i njef është turma. Po pse nuk i njef ti kush i... Ata që si njef ku ta gjesh. Po e Drama ndaj bën këtë mo. E Drama ndaj bën këtë mo. Votat në ne nuk i njohim ata, ikin pas 5 vjetë. Dësa këta janë aty, dhe ne i njohim dhe i shikojmë gjithë, dhe të merohemi. Popullata... Rama nuk i merë votat se ndryshon njerëzit. O, doktor, I merë se mbanë pak të tjetë njerë. Doktori ke mëndin, ke mëndin. Po jo se aji, si aji flisni. Ore aji të gjithë këtë, flisni si aji të gjithë, më burë. Kam bet nëthë... Si aji më flisni. Mirë. E Drama i ndron të gjithë këta, dhe ne s'kemi kohë të mësojmë emrat. Prit më burë. Po e bën me qëllim. Po e bën me qëllim e ju, ma, ndërsa ju kini nxjerrë 50 koka e ronsh që janë e njëjta fytyrë. Dhe nuk ndryshojnë, dhe populata nuk ju do kështu. Do t'i them unë listën... Por nuk ju do populatat, s'kemi fajnemo këtu. Do t'i them unë që një njerëz dhe Ramës ti. Ati e merë votat ai Franz Qopja që bërën të 3 miliardë. Aty i merë Safeti, këtu i merë Troplini, për qa e emra është do... Për qa t'i bërën? I marrin këta që... Që më të Franz Qopjen dhe ne i kemi jo. Do t'i cila është lista Ramës. Mere pak listën e kullave. Po, a i ka në vitrin... Mere pak listën... Ore në këto zgjedhje ti nuk kyre fare. Rama është si këta, shiko, Rama... Tani meni dhe pyetjet, na bëni dhe pyetjet ne, dhe i një ratë më, retorike më kam për publiku. Jo më jo, be... Unë besoj që do divizor të thot, pavarësisht të gjej batut. Ore, po ku ka më i thuaj qikti, të gjithë emrat që të thashun, i një apo nuk i një? Këta. Po unë ti thash më. A janë këta? Po e bën me qëllim, ti thash unë. Po këta janë emrat që mbledhin votat për... Kretë pa një, cilat më këta që të ati kriminelta. Bandave, po pse kush i merë? Se Edi Rama i merë. Ore ti, më falë më një minutë. Edi Rama, po për këta... Por zgjedhjet të morën kriminelët ty... Qa do një vërtim? Tani më të zgjedhjet e pjesshme, zgjedhjet të morën kriminelët kur ti syre fare në zgjedhje? Mbështetëm kandidatët e pavarur. Po nuk e turp? Po pse qa e NGO-je ti më? Po s'ke turp? Nuk po them unë është drejt, apo nuk është drejt këtë turp, pas këtë përqike këto... Po që të zemë? Po ti e forcë politike, mo? Ti duhet ishte zgjedhje. Pa i mbështeti, Mbështeta... Ja preja da them unë. Po shiko, ti jesh ka që i pacip që aftuash ne mbështetëm këta? Po që do me dhe kjo, mo? Ja, kjo kurse përballon do të këte... Po është e pacip shmërit që thuash ne mbështetëm këta. Sepse të gjitha partitë e tjera opozitare duhet bashkoheshin me këta. Qa ka këtë? Ali Mehmeti ishte njëri tjetër kreti. Ai tha ishte bullallëk, tha kjo që bëm. Ali Mehmeti, mon. Zotni burr. Ishte bullallëk ai që bëm. Qëndrim për... Thuaj dhe ti, mor burr, se është turp. Për të respektuar. Se nuk është mirë për ty, mo. Po do them, ma dëgjoj pak, ma nuk është mirë për ty, mo. Apo është keq. Po do them këtë gjë, që Partia Demokratike, për shkak se partitë e tjera kërkuan këtë formulë për të bërë bashkimin gjeti këtë zgjidhje. Unë s'po them ai ishte apo si ishte suksesshme. E di si është. Rama është se ka këtë Ronvelia që ka shit fiq. Dhe ka një gjë këta. Këta, domethënë, i vën fiqte mirë sipër dhe mufkat poshtë, se këtë i bëj, ka troplinët poshtë. Kurse ky vë mufkat sipër më valla. Ky çfarë shet këtu? To i shikon aty mufkat e këtij dhe të merohet njeriu. Të këtij nuk i shikon më.
I mbulon këmë. Nuk i mbulon. Po, jo, Tjetër gjë se ka lidhur me. Ne të gjithë tim nga mburon. Se nuk ka zgjedhje në këtë po diskutojmë. Po të ketë zgjedhje këtu. Rama e ka vrarë Po i karrierën. kërkojmë më tepër se ç'i takon Saliani. Jo, vrarë karrierën Ndoshta ne jam rë drejt. përgjegjshmërinë. Tela tha fjalën më të saktë këtu zotëri, ne s'kemi që i bëjmë i bijem Samarit. Gomarit i bijem Samarit. Ti të thresim ty këtu, ti që do bësh? S'ka gjë më zonë përfaqësuesi i Partisë Demokratike jam që orë diskutime është ky. Ju mendoni Çfarë diskutimi Bjeri Legeni thua? çfarë do them? Po ç'u lidhje ka më tani ne? Duhet bëj protestë. Po ç'a ndryshon gjë? Tani, Problemi është që duhet Këtë debat që po bëjmë ne këtu, duhet ta bëjmë protestë. tani një pyetje tjetër do të bëjmë. ndryshime E kështu bëjmë çdo ditë e bëjmë. Tani un kam një pyetje për ty Salian. Hapur. Dua të më tregosh i vërtet. Me analizën. Publikisht, nëse. Tregojmë vërtet i Jo, vërtet. dhe më mos tregosh se Jo, ti e tregu. Mund të largohesh. Ti e tregu tash më i vërtet se ç'duhet. a ekziston në ndonjë mundësi, tjetë ke mundësi që Partia Demokratike të ndahet nga doktori? Apo kjo është një pronë e ti dhe që e ka fatin të saktuar pra të vdes bashkë me të ka ndodhur në gjithë Evropën lindore. Kjo punë, edhe në botën tjetër. Në shumë, në Tani do gjithë më thuash rrugë. përgjigjen apo të Jo, përgjigjen e ke ti. Faleminderit. Po. Unë them që ka vetëm një mënyrë se si Vota. Me dirë. tjetër kush do, unë ta mund me votë. Nuk ka një mënyrë kështu ikës do, si do. Bravo. Ç'është ky diskutim? Telemiri aty ku je. Nëse është, bëj një pyetje. nëse është Mund të ishën me votën. patjetër. Është partia e Berishës se Atëherë nëse nuk e mund dot me votë, do të thotë Ky që thotë të mund veten me votë, thotë. jo, më ta mund, cili do që mendon që doktori duhet që ta premtoi një zotoj apo ta gjë. largoj apo Po. ikën ta mund me votë. Berisha premtoi një Po çfarë gjë bëjmë? kur mori partinë. Tha që ne do legalizojmë fraksionet. Pse s'bën një fraksion aty më valla, një fraksion për ndryshim më valla dhe do të ketë përfaqësi, do të bëhen zgjedhje në bazë. Fraksione këse mund të harrafin 3 herë ditën aty. po pra po se tash Mund të vërë flamuri njerëz të haj dru Saliani 3 herë ditën ti thua. Se statut Mund të harrafin 3 herë ditën. i bën muli këtë. Po s'ka lidhje me fraksion Ua. ose Edhe bilet të protestoj, thonë çfarë mendojnë. Po. bilet të brej protestë publike që në rafën Saliani. Tani sot Shqipëria hapi ka me fundit dhe ai kishte marrë ato 2 gratë. Tani për te Majlinda Kosin. Te shaka një minutë. ja të përgjigj. Kishte marrë Majlinda Kosin dhe E një thua tani tjetër. edhe pas e bën lajm vet, se e ke edhe titull vet. Nuk është pak e vështirë që të kem unë kështu problemesh. Po unë po të them Po dhe mund të harrafësh ti flamurin, mund të ndodhe kundërta. Po do them, Mund ndodhe kundërta. Kjo ka dalë me huat. Kjo çështje urra ky se urra ky. Këtu ka një diskutim. Batutës Si ta këtu bëjmë që Partia Demokratike metaforisht, metafor, nuk të re vërtet më jo. Po e pra në mënyrë metaforike po ta them edhe unë. Metafora, e. Tani këtu nuk është çështja se si të nxjerrim inatet. Këtu është puna që a e bëjmë dot që opozita të jetë jo kompetitive, po të arrijë të rrëzojë Edi Ramën, më këtë shqetësim kam unë. Po kështu. Ndryshe hajde vi dhe unë këtu me ju, e them gallat për na, lem atë punë. Por ndryshime nuk bën për gallat për qef. Po çfarë do them unë? Hajde. Ai Se unë nuk është se nuk bëjmë të emrat pasaj, edhe. tani ai duket aq rehat. Ju i batut unë ca tjera. Salian, duket aq rehat.